العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. Falënderimet tona edhe të gjithë besimtarëve në botë i takojnë vetëm Allahut. Falënderimet në kuptimin e fjalës elhamdulillah, me f të madhe të shtipit. Këto janë të Allahu xhalla xhelalu. Kurse falënderime me f të vogël, këto i bajnë muslimanët njëri tjetrit për shërbimet e sinqerta që ja bajnë njëri tjetrit. I thojnë muslimanit falënder, kurse hamd ato i bajnë vetëm Allahu xhalla xhelaluhu. I nderuar i xhamat, salavatet edhe selamet të xhamisë sonë ditën e xumat të sinqerta edhe të posaçme i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes atij, sahabëve të atij, edhe burrave me nder që kanë ndjek rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu edhe që do të ndjekin deri në fund. Tema e jona shaha për në lidhje me haxhin. Kushti 5 i Islamit, kushti përbërës i 5 i Islamit, kulmi i kushteve me të cilën jemi antarësu në këtë fe me vullnet, në këtë din, në këtë besim me vullnet. Javën që ka kalu, edhe para asaj kemi bërë disa komente të disa skajeve të haxhit për shkak se fjalia kryesore që përfaqëson haxhin në botë kuptimet e shpjegimit atij është fjali pa fjali. Ajo banë në vete shka banë, kurse na s'kemi shka me thonë, na thojmë me krenari edhe ata se haxhi vetëm përjetot, edhe ai asnjëherë nuk përshkruhet. Ajo që është e shkruar për haxhin, ato janë bazat, ato janë themelët, ajo është rruga ka duhet me hec për mu bo haxhi. Po ecjet, rrugkalimet e njeriut për të ba haxhi në rrugët e trasuar nga Allahu xhalla xhelalu, ai vetëm mundet me i përjetu përjetimet e veta në mënyrën e vetë. Kurse një përshkrim adekvat, një përshkrim bukfal është i pamundur. E ne çka po bëjmë këtu pra? Të nderuar xhamat, na po mundohemi të pakapshmen xhamatit ton me shpjegimet tona me ja bë të kapshme. Aq sa se i cili mush ujë në pusin e vet, me aq çfarë e ka kofën e vet. Sot javën që ka kalu boshti, thelbi, bërthama e dersit ishte rreth një fjali e ndërtuar, se Allahu xhalla xhelaluhu qabën e ka bërë shtëpi sevapi. Konkret, shtëpi sevapi do me thanë shtëpi e fshirjeve të gjunaheve. Po arrite me i fshi gjunahat e tua me dishka, në Islam ka një thelb të bukur për ti, ka një myzhde në një përgëzim të bukur për ti. Po arrite ti në jetën tonë me i fshi gjunahat e tua, në atë vendin ku i ke pas gjunahat, Allahu xhalla xhelaluhu atë vend nuk e lën bosh. Kja është tertibi i Allahut në fletushkat e në dosjen tënde që ti me vepra e pregadit për nesër. Se cili musliman e ka dosjen e vetë te Allahu xhalla xhelaluhu, jo dosje në kuptimin e dosjes së shtetit që të kanë ndjek tije. Neve Allahu nuk të ndjek, ai na përcjell neve, ai na din neve. Dia ati e ka emrin përcjellje ati e ka emrin dia, e plotë ati për ne. Pra ka thonë, fa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha.
mos çdo gabimi që të ka ndodhur bën një të mirë. Ajo e mira nuk shkruhet në vetë, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shkruhet në vendin e gjunajt tan. Ati ku e ka pas të shkruar një të keqe, mund atë vend shkruhet ajo e mira. Pse kështu? Pse të jetë kjo kështu? Na kemi thonë, ju keni ndëgjuar qertë kanë thonë se muslimani i ka dosjet e veta për anën e gjatë dhe për anën e majtë, ka i marrë ku e dim na. Allahu ka desht nga mirësia komplete ati që ti të mirën që e ban të shkruhet në vendin e të keqes ku e ke pas që ti ditën e gjykimit të këshijat e tua mos t'i gjesh, mos t'i kesh ato faktikisht. Kja është rahmeti Allahu xhelle xhelaluhu. Ka thonë Rasulullah në hadis, lën yadkhula ahadukum al-janna bi'amali. Fa s'keni me mund me hinë gjennet me punë të juve. Thanë ato, ja Rasulallah, as ti me tuat? Kështu tha, i thanë ato, as ti me tuat? Tha, wala ana, tha, as unë me punë të mija. Illa in yataghammadani Allahu bi rahmetih. Tha, vetëm kur të mbulon Allahu me rahmetin e vetë, atëherë hinë gjennet. Kanë thonë djetarët, ajetet kuranore, të gjitha ajetet kuranore folin se muslimani hinë gjennet nesër me punë të vetë atë mira. Në surët të tin Kurani Kerim, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, thënë gjennet hinë ato shka i kanë punë të mira dhe besimin e drejt. Pra me punë të mira po i kanë gjennet, edhe me besim të drejt. Në surët të l-Buruj, edhe ki gjuzi 30 Kurani Kerim, inna alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum gjennatun tajri min tahtiha al-anhar. Thënë gjennet hinë me të vërtet ato që kanë besim të drejt edhe punë të mira. Pra me punë të mira dhe me besim të drejt. Në suratul Kahf, inna alladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Në gjennet hinë, në gjennetul firdaus, a fjala firdaus e komenton gjennetin më të lartë, el gjennetu 100 daraja. Gjenneti janë 100 grad, jo gradat temperaturës, jo gradat rihterit edhe të markaliut. Jo kësi grada. Gjenneti ka thonë 100 grad. Një gjenneti cili a pregadit për tija është qiejt edhe toka, gjënësia. Vetëm për tije 100 grad, kësi për kejt njerëzit që ka mos, ma nalë sa Rasullullah e ka emnin Firdaus, në mesin, në kulmin, në pjadestalin e gjenneteve, njëni e ka emnin Firdaus, tha, që ata lip një e Allah, se si kushton kur gjonë, tha jap juve. Lip një me pun ju, mës jav lip një me goj, se nuk janë lajme të dhanërën si tel, nuk janë lajmet e anjishit ato janë lajmet e Kurani Kerimit, ato janë lajmet qiellore, lajmet hinore, të cilët i ka sjell Gjibrili Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. I nderuar i xhamat, ka thonë lip një Allahut ju këtë gjennet me vepër edhe me punë të mira. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ska i shmërit dhe në khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ato si t'hin ati mo kur s'dalin, ska i shmërit e për jetimeve pastaj, si t'hin ato ati mo kur s'dalin. Në regull, rreth fjallës vepër e mirë rjedh derë si i sodit. Kjo është himja. Rreth fjallës vepër e mirë, ato që i kanë thonë jemi musliman, si angazhohen ato për veprën e mirë? Kuj faktikisht i thojnë ato vepra e mirë? Po se ditëm ne, qka do me thonë vepër e mirë, qka do me thonë punë e mirë? Për ndrishe, edhe atje ku s'ka islam, edhe atje ku s'ka musliman, ka punë të mira. Kjo është realiteti pa mohushëm. Ja për shembull, shkon me marti rrogën tonë në Gjermanin, Zvicër, në Gurbet, Austri ku ke punuti, shkon me marë rrogën tonë dhe ti e din, ke ba kontrat 20 mark me punu orën, i ke ba 250 orë për një muj, ato bojnë 5.000 mark, kur ta ja për lentën aj 5.000 mark, ata ka bo një hile këto? Aq orë sa ke ba kontrata që ke marë parët, kjo a punë e mirë në islam. Si pas islamit është punë e mirë. Pra e gjenë këta edhe të ato shka s'janë musliman, ti hinë gjenneta në gjehenem. Shka u bo? Edhe ti e banë kështu ti hinë gjenneta në gjehenem. E ta është ti banë me pytë, ti me thonë, si kështu,
Pra a i thash musliman e ka punën e mirë hinë xhehenem, ti je musliman e ke punën e mirë hinë xhennet. A punë e mirë të ajo dhe të ki. E di pse a i s'hinë në xhennet. Du është të keshe të qartë këta si besimtar, se ti je musliman, po i pa të punë të këshia në xhehenem hi. Ti nuk je me islamin tanë i garantum vetëm se ke thani jam musliman, se Allahu Gjelle Gjelaluhu me gjunat e tua pastaj ti e të ban barabar me ta. Ti hinë xhehenem, s'ke drejta me u krenutis vetëm me atë se je musliman. A i ke veprat e mira, po. A je barazu me atë? Që i ka veprat e mira sa është musliman, po. Pse ta shaj në xhehenem ti në xhennet? Dhe jemi da në pikën kryesore. Për atë, se në të ndarë jemi në pikën kryesore. Ku jemi të ndarë pra? Para punëve të mira. Para se të fillojmë me ba punë të mira jemi ndarë. Na kemi besu drejt e ai ka besu shtremt. Ndëgjëm tash prap ku fillon Allahu ka thonë innal ladhina amanu wa amilu salihat. Nuk ka thonë innal ladhina amilu salihat thumma amanu. Ai stan Kurani Kerim ata që kanë ba punë të mira e pastaj kanë besu. Po tha ata që kanë besu drejt edhe i kanë punë të mira hinë xhennet. E ai që i ka punë të mira s'ka besu drejt ke ka venin pra. Këto janë dalimet e islamit prej feve të qera të kota, e veç islamit nuk ka më fe të vërtet qëtër. Pra ta vetëm musliman të hinë xhennet. I nderuar xhamat, një vepër prej veprave të mira në dinin ton është haxhi në të cilin jemi na duke shpjegu këto ditat e fundit. Unë jam i besimit se sot ndoshta do të jetë ligjërata e fundit në lidhje me haxhin në këtë vit. Për shkak se këto 3-4 ditë si të udhtojnë haxhit, na juve s'po ju shpjegojmë për haxhin më këtu. Ato shkojnë si vemt edhe na mon mot ju shpjegojmë, pse që ju shpjegojmë na për haxhin mas të shkojnë haxhit, juve shkarrini këtu. Do me thonë me ju boj qef juve mirana gitaras, na gitaras nuk i bima po. I nderuar i xhamat. Fjala vepër e mirë ka fillu me njeriun e parë. Ju në të më falni mua nëse e thom une me gjeneratën e ditë. Ka fillu me gjeneratën e ditë, se une e konsideroj një gjenerat Ademin në veti. Ata e konsideroj gjenerata e pare njërzis vetëm një person. Pastaj djemë të ti, prej ati e këndej. Allahu thanë Kurani Kerim, wadhkur fil kitabi naba abnej Adama, idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Tha ummetit tan pejgamberit ton, ummetit tan tha shpjegoj për gjën të Ademit. Tha ato afrun ka një kurban për Allahun. Filloi faza e punëve të mira dhe jo të mira, më një herë. Tha njënit ja kam pranu, e tjetrit jo, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tha pse njënit po njënit jo? Atëherës kishin fillu krishterët, atëherës ka pas jehud, atëherë nuk ka pas ortodoks, atëherës ka pas budista, atëherës ka pas brahmanista, atëherës ka pas ahmedista, atëherës ka pas protestant, ka pas, pse mës me pranu? Tha nuk ishte kjo problem atëherë, atëherë ishte problem se njeni. Tha e prau kurbanin e vetë, për mua, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. A e lidhim me e mbranova prej ati, a i qetri gjale prau kurbanin për disa njete qera. Pra këtu dëllohemi na. Ka thonë Rasullullah s.a.s. Innemel a'malu bin nijat, janë punët me nijet, punët paguën si pas qëllimit. Tha njenit ja kam pranu njenit jo, pra e njenit ishte vepër e mirë, kurse e qetrit ishte vepër jo e mirë. Vepër e mirë, pra dalimi asaj të mirës për asaj që sa është e mirë, është qish herët. E tash më lejonit që të dalë për teja Ademit, pra me birin, me shoqën e vetë. Allahu Gjelle Gjelalu i ka thana ati, në këtë gjennet që të kam kriju këtu, po të baj një urdhë e një ndales. Urdhë një ima është që ti të hish në gjennet edhe të hajsh shka të dush, ndalesa jeme është që ti mos kërkojsh prej këti lojë të pëmës. Prej këti lojë mos me angër. Moll për shembull, kojsi për shembull, nuk ka qenë pëmë caktuar si deg, po ka qenë lojë pëmë prej këti lojë mos me angër. Thëvasvasa lehuma shejtanu, shejtani i bani ato vezvese i thojmë na shqip. Shqip i thojmë vezvese, është fjallë kuranore, po është shqip, e shqiptarizu me mirë, shejtani ka ba vezvese. E thonë, ela hel edullukuma, ala shëgjëratin, ala mulkin la jebla, atë që kalzej për përandëri këtu, si duni me hangër, diçka prej këti vendi me me gjithmonë këtu.
Thanë po, dhe për qasaj pëmë, thani. Ndalimi, punë ligë që se donë Allahu Gjelle Gjelalu, procesi mirë dhe jo mirë është i hershëm në këtë botë. Nuk e kemi shpik na këta, kjo punë e mirë ka thonë hoxha, kjo punë e keqe ka thonë hoxha. Ki proces është i hershëm. Pra të e mirë është ajo që Allahu i ka thonë e mirë, e keqe është ajo që Allahu i ka thonë e keqe, e mirë është ajo që pejgamberët e Allahut i thanë është e keqe, e keqe është ajo që pejgamberët i thanë është e keqe, dhe e mirë është ajo që pejgamberët e Allahut i thanë është e mirë. Kështu janë sendet. Këto të mira me këto të këshia ne muslimanët po i përzim, edhe bile i kemi përzina shumë moti, e sidomos në kohën e vanuar kur po jetojmë na, do po i thojnë e mirë është ajo shka e kanë votu ato se është e mirë. Shumë njerëz ka që i thojnë e mirë një punës që e kanë pa ato se është e mirë. Kja është gabimi më i trash që mundet me bo njeriu, a i pagun pastaj u jem të trash për këta. E mirë është ajo që Allah i ka thonë është e mirë. Një person prej personave e ka parapa, e shumë si ki pastaj në zinxhirin e ti e kanë parapa se haxhi nuk kanë shi keqë, po sa i jap ato 4 vllazën, ka 3.000 mark 12.000 edhe ka 3.000 12.000, 24.000 mark, sa i jap me shku a gjenë dhallë mu hunç, i jap me shku në Havaj. Ta shti këto e kanë parapar që ketë mirë, që kjo sa është e mirë e këtive, kjo është rrugachlëk, kjo është përtacia e njeriut në këtë rast është është njeriu përtacia ati. Pse që ka bon, ka votu të është në mirë vetë, ki që shpo ka qef me qenë mirë. A na imi të folë për sende që janë rrit, janë ibadete, me ibadete s'ka diskutime, nuk diskutohet, edhe namazi, është një lloj gjimnastike realitet, është i vërtet. Bjen qohësh 362 nije në organizmin tanë që i keti, si cëla livrit në vete, edhe je mashnosh si të falësh, kjo është e vërtet. Nuk ka njajt a i shka falet edhe a i shka s'falet më shëndet. Ja për shembull, unë për ju jap një shembull e ju keni drejta me i pyet mjekët. Si që thojnë mjekët hoxha se ka me ven këtu, ato mjekët rahat në të kontaktojnë me neve. Ani se unë si jam mjek. A i që e ka falë namazin e sabajt në vaktin e vetë, prej moshës 14 vjeçare, a i s'mundut me u e përu prej prostatës. Kur ti bëjë 65 vetë, prostata pin 63 për pjetë, pin 60 për pjetë. A i që e fali namazin e sabajt me kopa dhe aldili, të në kohën prej filimit, a i prej prostatës operacion nuk bëhet. Ja, si të falësh, a qenë ke më shnosh? Qenë ke shumë mirë. Mirë, po na thojmë kështu, Allahu nuk e ka bo namazin farz ti mos më u bo operacion për prostatës. Se ka bo këta për këta farz. Aja ka bo namazin farz për qëtër sen, ka thonë, wa ma khalaqtu l'gjinna wal insa illa liya'budun. Ka thonë, njerëzit edhe gjinët i kam kriju për ibadet me mbo, me mra, me balë në tokë, me vepruti, me tregu me vepër se je i vogël, a e ban ibadet Allahu në madhë. Për këtë namazin e kam bo farz. Këto qërat dobi i ki kalim, si tu kali rrugës. Ramazani që ashtu i ka dobi të veta, zeqati i ka dobi të veta. Haxhi, shkojnë asë ma gjitë në haxha, dje kur të vinë, thot këtu së në po marë frim, a dje jam knaqë të marë frim, të dilë merë frim këtu pinë banat frim, shire ljare. Të dilë merë frim, këtu ka ma shumë frim se a dje, dilë merë frim këtu ka sa të dush frim, a i shkojnë a dje merë frim më mirë. Ku e di unë shka ka? Mirë dhe në regull, pra. Njoni thot në kalim guni dhe kama, aq fort këtu a gje se kam morë dhe ashish. Këtu hisë hesi më dhem, a gje jam mitë të hesë më kalim. Interesant, zare kja angazhu dhe një maraton gjimnastika që ka kalu mirë. O vlau i dashur, kjo është me haxhin kjo është me haxhin. Po nuk e boni Allahu haxhin farz për këta, a e boni për qëtër sen farz ata. A e bani farz ata ti me i pa përjetimet e tua, me vepër edhe me i përjetu ato pi për mrenda, me pas e manifestimi i veprimit të njeriut në qeshtjen vepër e mirë ka fillu herët. Allahu në Kurani Kerim ka thonë në suratul Baqara, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas, qabën e kemi bon shtëpi sevapi, kështu ka thonë. Shtëpi sevapi. Wa amna, e kemi bon shtëpi mbrojtje, wa ja'alnahu haraman amina, shtëpi mbrojtje, kur s'je ma i mbrojtën se ati.
Si të ketë marrë mallit një herë, mos më tut pi kërkuj dush me shku në haxh. Atje as nuk shkel kërkush, as ti se shkel kërkan. Nuk e shkel kërkan fare. Vendja është ashtu. E tonë Islami e ka ndaluti me mit miza. Ska gja si papuqe, as si lopate, tërplote drunit gumës në dhumë. A i keni pa burat modern. Vera se kam fjallën. Kur qkojsh me nejt me ta me vizitu me i bo më abet dilafe se një ban pi ati se a bërliv kejta e ka morat ka si pap ma to. Pap. Në në bret i bojmë një dilafe s'lanin këto mizë rahat. Bam këton. Bam ma to. Hemena të ta mshu ti e kaftira njo me ta mit një mizë huj. Atje edhe ajo miza prej ti ashe mbrojqën. E s'ke drejta. Me gjithë se s'ka denim haqia nëse e mit një mizë. S'ka denim. Ma shumë se miza. Pite gjabini e përpjet fillojnë denimët si ta mitësh. Ka denim. Ama për mizën s'ka denim. Ama dhe ajo ashe mbrojtën. Po edhe një qetër sen. Kur jam pra, unë kur e theka mizën, po du me ta thek edhe një qetër sen. S'ka miza. S'ka miza. Ju mos i ndigjoni doktorin e Maqedonisë. Kur të vinë pi haxhi ja merr njerëzve ka 50 mark ka qenë pallonke dhe ka 50 kumanu, ka 50 shkup. Se a gjë thonë ki ka pru smundje, çu thonë ka pru smundje në gjitë se pi qabës. Ju mos i ndëgjoni këto se këto s'kan përbashkët me të vërtetën kur një sen. Unë ja thash këta gjikatës në pallonk. Ja thash gjikatës në pallonk. Ju se dini, nuk i kemi na faje që shkojmë në hash për toke a parajri, ju nuk e dini, ju i keni faje që s'jeni t'informum ju, se jeni t'pahecëm, ja thash gjikatës në salë, tash po shkova ja thom prap, e di pse ja thom, jo pitrim njës, pse ashe vërtet, ka thonë Rasulullah a.s. Ta'amu mina, la je'tihi dhubab, atje në mine ku qitën gurë të shejtonit, ku prejan kurbanat, s'ka miza, ka thonë pejgamberi a.s. Zban me ra miza në teren. Teren prej 14 kilometrave i gjatë, s'ka miza 1500 vetë, as një miz nuk ka hiq, s'ka miz, s'kalon ati pari. Tashti unë shkoj atje me një ven, ku jam i mbrojtën prej Allahut ku s'ka miz, kimi merë 50 mark, thot ma ke prus mujë në gjitëse, a këtu janë me një si cullit 150 copa në si në gjep, edhe 150 copa në si në shmajt, kur bere me fleta i culli vogël. Tashti pia gje ku s'ka kam prunës mujë në gjitëse, e pas ta i thojnë ato shka shkojnë për ajri nuk e binë s'mujë në gjitëse, a këto shka shkojnë për toke e binë s'mujë në gjitëse. Pra unë thash njëra, ato shka shkojnë për ajri pra, ato për 4 orë ma shpejt mujnë me shdrip s'mujë në këtu. Kursa e shka shkojnë për toke për një javë, njëherë tesh në Saudin të buk, edhe njëherë tesh në Aman, njëherë tesh në në Sham, njëherë tesh në Ankare, një 3 herë i ndronë klimat të këtu, e leat s'mujë në dikun edhe ven këto, se vanohet të tabere, ja marin qerë për udhë. Shdrip në stacion, ja lenjonit pak, i lenjonit pak, i vetë del. Kime aeroplan e be. Pra, asaj se be, e vërteta, asaj se be, as ki qetri se be. Pse se be? Pse s'ka. S'ka ku me morë. Për ata s'ka ku me morë. Po ja, unë e kam shpalë se ka dhe marri puna. Tha njonit ti, sa je i naltë, unë i thash, unë jam i naltë 179 cm. Tha, 1 metre e gjimë si je i malti. Pse kështu tha metra e me qash për qëtë? Edhe meta unë 1 metre e gjimës. Se metra ati më qiti qaqë. Hajde sa të mati me kile. Sa kilogram i kje, thash unë i kam 90 kilogram. 46 kilogram. Pse kështu tha vaga jeme për të qetë qaqë. Vaga ati qaqë për të qetë edhe u kri. Se s'ka gjo. Këtë punën e mizës në mina atë shtërgurt ku i qesim rajit e kanë të qartë. Edhe një qetër. Po dhe me spjegu dhe fenomenin qetër të Allahut. Ati ku ashtë qiteti Mekka, kam dëshirë të ndëgjoj njerëzit me kujdeset dhe të marrin me veti se ashtë për të marë. Ati ku ashtë qabja e vume, ati ku ashtë qiteti Mekka, ashtë dikonja 368 metre në nivelin e detit. 368 metre në nivelin e detit. Kejtë që ato 368 metre, barabar me nivelin e detit e ma poshtë, ashtë vend pa insekte. Ashtë vend pa insekt, ashtë vend pa bakterje, e kanë të ndaluar me hi, s'ka bakterje faktikisht, ato nuk ekzistojnë. Allahu ka thonë në Kurani Kerim, wa ja'alnahu haraman amina, ka thonë e kam ba haram, vend të mbrojtur, kështu thonë Kurani Kerim, vend të mbrojtur. Te thuj më njarë tash, a ju ka thonë për nga meri sahabëve se këtu s'ka insekta? Unë të thëmë tije, jo, s'ju ka thonë. A i s'ju ka thonë sahabëve.
E po ai pse s'ju ka thonë pra që ta dim na, po t'ju tha pejgamberi sahabëve se këtu insekte, bacile, bakterie, kësi sende nuk ka dhe viruse, ato patën me I thonë, qish janë ato, as ka një par grusht ati shof me ato viruset as sot në grusht nuk doken me një qetër vend, nuk ishte koha e mikroskopit, s'ka qenë koha e rritjes së sendeve. Allahun Kurani Kerim me di fjale ka kri, ka thonë, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. E kemi ban shtëpien e Allahut në Mekka vend sevapi edhe shtëpi të mbrojtun. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال القرآن الكريم سورة آل عمران يون كتايب قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ju haqit kur shkoni edhe ato që kanë shku edhe ato që kanë më shku, ka sende të çuditshme, ka sende të shenjta, edhe historia e ndodhinave hin në pjesën e këtij ajeti. Tha kemi bash sende të çuditshme, sende të shenjta të çuditshme, duke marrë pjesë edhe çështjet historike, si udhëtimet e Ibrahim a.s. për shembull. Një nga pjesët po e çkputim një insert të ngjarjeve të jetës së tij a.s. Ai ka lind në Irak, atje ku vendi e ka emrin Babiloni sipas fjalorit të këtunit, kurse fjalori aqet e njeh me emrin Babil. Hijreti I pari Ibrahim a.s. ka qenë për Palestinë. Hijreti I diti ati prej Palestinën në Egjipt. Hijreti I treti ati me gruën edhe gjallin e vogël, se ortakja tha, masi e more këtë gruën edhe të dha Zoti gjallë, tha dush mu bajt për këtu. Ortakja tha. Ortakja si të thoje, nuk ka punë e vogël, e ma keq me thonë ortakja se deputeti. Ma keq me thonë ortakja se gjigji suprem. Gjigji suprem gjikon 4 vet, 5 vet, 6 vet del. A gjikoj ortakja. Baju, het, nisu, ngarkov. Nuk ka kjo në nëshmim I xhamisë. Nuk ka kjo në nëshmim. Kjo është jetë. Gjithë ditën gratë e pejgamberit alayhisalatu sallam kanë qenë nonë në kohën e fundit, kaloi ke gjithë ditën do një ditë as njënja me qetrën sfolshin. Ortakët e pejgamberit nanët e tona. Kjo tasha në nëshmim asha. Jo, kjo anë histori me mësu umetin se kjo çështu është. E pastaj ka thonë, ndon ke që një në grue e pejgamberit alayhisalatu sallam një ditë gjithë ditën me pejgamberin sfolke. Pejgamberi si folke. Pse ju do ke asaj se kjo ortakja mos mor pak ma shumë hise prej dritës ati. Kjo ortakja mos thithi ma shumë dritë prej dritës pejgamberit alayhisalatu sallam se une, ashtu ju do ke. Edhe ajo sfolke një ditë gjithë ditën. Tha ajo, a e more këtë gruën këtë me emrin Hajar? Po. A bani kjo gjallë me izin Allahut? Po, shti qoje me gjithë këta, me gjithë qoje, jo vesh qoje me një ven. Po qoje me një ven ata edhe leje, edhe hajde. Gjikim. E mor Ibrahim a.s. I birin e vogël e qoj në qabe prej Egjipti. Në qabe e muati e la me gnonën e vet, po të posa lindur mujorshin e vet, e la, edhe jo e la, po ja kësaj shpinën. Kështu qartë Allahu në Kurani Kerim ka thonë, wa idha rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Këto fjalë, mas mija viteve, si pas disa historianëve që sa është e vërtet, sa është definitiv, dikun ka 2721 para erës Ibrahim a.s. I ka vdek. Pra deri tash janë bo 4722 vjet. Mastrimi vetëve, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kushtimisht pa e tham, ja sjell këtë ngjarje pejgamberit ton edhe ja len në Kur'an deri ditën e gjykimit mu lexuar mihrab. Ibrahimi kur I ka folë të fjalë s'ka ba za xhamatin ndershëm. Nuk ka qenë të fjalë me za me I një dikush. Sa Allahut kur ti folësh nuk ka nevojë za me ba. S'ka nevojë me ngri zonën kush dy se sa. Ka thonë tja shurdhin po e therë, ka thonë pejgamberi. A thammen tad'u, ka thonë kanë po e therë açisnina. Ai ka thirr prej mrena. Ai ka lajmëru prej mrena dertën e vet. Tha rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara'. Ka thonë o Allah I jot. Ai ka pas vetë me thonë o Allah I jam.
E ku jo Allah i jonë? Aja këtha i shpinën? Ku i pitho Allah i jonë? A i tha, o Allah i jonë, nuk tha Allah i jem, se në këtë fjalin Allahu i jonë a e futi shoqen me gjithë birin e vetë. Aja ato i shtinin dua mrena, tha Rabbena inni askantu min dhurrijeti, tha një pjesë të familjes të gjakut tim të kulluar, po e la këtu me një lugin pa gjelbrim, po e la me një lugin ku smellët edhe ku skorrët kur. Këtu pa i la, po shkoj për në gjip prap. Po i la, edhe po i la me gjithmen, jo po i la me goj, po i la po shkoj. Tha i ti lash ti e këto. Ju gjem të rita, shqyqoni, ju jeni në mujnë shkurt, mujnë e shkurtum. Sa ki mujnë shkurt, kja është i shkurtum, gjahilat e kanë shkurtu. Gjahilat e kanë shkurtu. Ska pas vejt, ki me koni shkurt, pëse me ja bo me hila ati njoni 31, këti 28, se gjahilat që si pun bojnë. Mere vesh, edhe mujnë ta shkurton, e s'pa ta shkurton jetën. Dimnin man mujnë me ka përci pa hiq, që traver me tarë pa hiq, edhe pas taj ti mu bon qaq i menqur, qaq filozof mu bon qaq i dishëm ti, qaq i urt mu bon, qaq me kon, qaq talent, qaq psikolog mu bon, qaq neuropsihiatër, qaq natyropsihiatër mu bon, edhe mu quti me thonë, kjo se ka për këta. Kjo për në që të rëkuj kjo. Që të thuti, kjo sa është për atan, kjo zbe. E di pse sa të ra, për tije edhe për mu e sa të ra. Se po e qele satelitin me pa këtë dita sa shia të ra në për detna, ashtë për mu trenu në mbi deti uj. Ashtë të ra, pika të seve me si të binë mos ka qera pika. Nuk kanë si fondi komunës, gjëmat e dashur. Nuk kanë si fondi komunës, e kanë shfridzur në vitin 2000 fondën e 2001-shit. Kështu prej qile nuk ka, edhe pse s'ka në qilë kështu, se lojna gjemati dashur i jemi, edhe juri një shumë ndëruar, lojna ka vetëm tokë. Vetëm tokë organizohen olimpiada, vetëm tokë organizohen maratone, vetëm tokë ka loto toto, vetëm tokë ka lotari, vetëm tokë ka bingo, vetëm tokë luhet futball dhe karate dhe maç dhe boks, kush ka pe mund. Prej tokës 1 milimetër e përpjet, as një loj sa, vetëm e sinqerë, kejtë shka të ndodhe kejtë për një mesh. Ska loj tërma. Këto lojnat, këto mashtrimet, këto nafakat, këto lotarit, këto bingot, këto helachet, këto muzikat, këto urimet, këto ullurimet, këto kangët, këto tabu, këto doboshet, këto janë këtë, këto qiteli, këto gitare, këto janë këtë në tokë, këto koncerta, këto shplime, këto zbulime, këto femna palidhe, këto burra palidhe, këto janë këtu në tokë. Tërma, a ngejte piflogve tua e përpet. Kejt është me disiplin, kejt është e regullume, asë një lojë zbot, kejt shka të ndodhe, kejt është me sigures, kejt është e matë me vizoret Allahu Gjelle Gjelalu. Pra shka do të thot, ka thonë Rasullari s.a.s. Ma amun bi amtara min am, s'ka vit ma me shi se qetri. A i kështu ka thonë, edhe a i qka të thoja është e matë me vizore qielore, ka thonë s'ka vit ma me shi se qetri. Po u derdhën ato gaznicat e shiut ndeti, s'ka mo qera për si vetë. Ajo kryet ma, a kry për si vetë, ajo sa pika kanë qenë caktu me ambyll, se kështu ashtë e regullume, nuk kanë si në tokë. Ju të dashur, e keni rastin ju gjemt, se kadal do t'jetni edhe ju bivadin nga i rëdhi zara, kadal do t'jetni ju në luginun pa gjelbrim, kadal do t'dilni jashta sistemit Allahu Gjelle Gjelaluhu, duke kujtu se sa është kjo për këta, sa është kjo e lidhme me këtë. Jo, kejt me diçka është e lidhme. Kejt me sistemin e Allahu Gjelle Gjelalu është e lidhme. A i ka thonë në Kurani Kerim, inna Allahe azizun dhun tikam, ka thonë unë hakin te me marë. Kështu ka thonë Kurani Kerim, unë hakin te me marë. Vetëm aj nuk e merë hakin e vetë me brina, aj nuk të vretë për grashdi me pështet, aj nuk e banë kështu hakin e vetë e merë ndrishe. Qishe merë, aj e ka ndorë kejt. A i kejtë komplet me gjithti e ka ndorë, a i si doja ashtë e banë. E banë të mënirë pahetushme, ti e përjeton mënirë pahetushme. E pas ka s'ka moshkëll që del me të binë se kjo ka e lidhën me këta. E ta shë ke rastin. Në ditë gjumaje, në namazin e ikindijës, në namazin e akshamit, në mbramje, natën, në dhomën tone, kujdesu, këthaju Allahu Gjelle Gjelalu, këthaju Allahu Gjelle Gjelalu dhe lute, se ke me hi në krizën e djalit Hajerit, kura Ibrahim a.s. i tha, o zot për t'i latijen këtë lugin pa uj,
në këtë lugin pa jeshil, pa gjelbrim, ti e tha po t'i la. Rabbana, inni askentu min dhurrijeti biwadin gajri dhi zara, tha in inda bejtika l-muharram, tha po i la të shpia jote, kështu tha, po i la në shpitane. Shumë fjalë e çuditshme për mua edhe për besimtarin ashtë kjo, kur Ibrahim a.s. i thot po i la të shpia jote. E ta është në shtëpi të madhit, të shtëpia të madhit me elon të gjallin tanë me gruën, nuk ka bashkeq apo. Nuk e la po elon lugin edhe u kritha të shtëpia jote. E Allahu ka qef me i thonë të shtëpia jote. Allahu ka dëshirë ti me shku të shtëpia ti. Allahu ka qef ti me unis për me shku të shtëpia ti. Ti edhe o xhamat jam, jetu u bo gati, unë ta di ti e hallin, ti këtë çanta ti ke hazër, bila ato të dok, pse s'po thojnë shte hajde dil. Qështu ato të do këto dinata, pëse s'po therën ato me dal, më su ban merak. Ka me arë sa ati me dal, ki me mrija gje insha Allah, ki me ba vazifat atje, ki me arë pastaj këtu. Kejt ka me kalu më su ban merak heq, se ki me mri, po qishka ke me ba banu merak, si ke me kalu banu merak, si ke me ba ti atë detir banu merak. Ke me shku të shpia ku Allahu Gjelle Gjelaluhu e ordnoj, dostin e vet me lan birin e vet ati, edhe ja kësaj shpinën. Shoqja grue, zaif, njeriu i dobët, grue, femna është e dobët. Ju mos e matni me kanarin e perëndimit e të lindjes të mesme dhe të lartës e të parës e të ditës. Femna, Allahu ka thonë në Kurani Kerim, është e dobët, edhe u bitis. Ajo, nga dobësit natyrore që ja ka thonë asa zonin, edhe trupin, edhe menden, edhe sistemin ketë jetësor të asaj, masi e këta Ibrahimi shpinën me shku, ajo e ngrejt i zonin. Zangrue. E dobët, por e ngritur mund maje për ka besimi. Edhe mbështetur në Allahun të mamile, i vikati burit vetë me zanë, tha, ti dosti Allahut. A këthi Ibrahim a.s. Edhe njëherë mi shlusit familjes vetë që po e len ati, a këthi edhe njëherë zanë, i gruës, tha, Allahu amaraka bi hadha am huwa amrun min indik. Tha Allahu të tha me në lan, apo në len ti për me në stande. Kush tha me në lan këtu? Tha Allahu amarani bi hadha. Tha Allahu më ka than me ju lan këtu. Tha gruja, edhen la ju dhajjon Allah. Tha shko sa i neve nuk në humb. Shko tha, shko ta e që tra gruë. Se edhe ata unë kam konsiderata ndaj asaj, se kam unë besimin si të asaj, unë kam edhe ndaj asaj konsiderata, shko tha, se muë me ketë këto Allahu nuk në humb. Ka shko Ibrahim a.s. Jo lojë, për një me ka shku në Egjipt. Për disa momente sosët uji, për disa momente sosën hurmat, për disa momente sosët ushqimi, edhe fëmia i djepit, fëmia i gjinit i donë këto. I donë. Shti i joni nuk i donë, se nuk i duhen. A fëmijët atëherit ju ka dash gjini nonës, se shti nuk i duhet këti fëmijët ri, se ka barnatore, ka laktovit ajnës, të ne ka laktovit cfaj, ka laktovit draj, laktovit fir, ka bibiron bir, bibiron iqi, bibiron yq, bibiron dort, shka s'ka, shka mos, se s'ka nevoj për nanën mo, nana, a di pse s'ka nevoj, se nana nuk don me i dhana ati gjimi me thith, ati të voglit, se ka burin barnatore, i blen laktovitët të rinë 5 a 6, edhe një e ka por kur të bëhet bur. I mal, edhe pastaj e gruja s'ka vakt, kjo gruja re mi dhonë gjinja ati, se kur ti boje 3 fëmijë du të me shku gjinin operacion me bo. S'ka vakt mi dhonë këti me thith që ajo tjetë gjithmonë në shëndosh, po i mi këtë tom lingjim renda asaj, për 5 vetë du të me qunë doktor, kur ta bojnë KT, a gjenë në spital ata i kalzojnë se gjini jotë duhet mu prej. E pastaj, si këtë tonin që së në të bindë, se kishivi i pengum për këtash i pengum, edhe atë së në bindin se më kjo për këtash, edhe atë së në bindin. Ja, kjo ka thonë doktori, ku me dit pika ven pidika, kjo ven pika hisari madh, kjo ven pika kurja plak, kjo ven pika proni vicidollit, pika ne ven. S'ka vak mi dhonë gjinë. E tash unë mos ta foli një fjallë, se për pak jam konte e thonë, tash me rëshit, se duhet me rujt linien. Qëra hara kon një shumar, i rujke linijat, pintasion atje, i rujke linijat mës mikput dhe dushkat, ta shtip kejt shumar linije janë bo, pe rujnë linien.
Mos ta han, po ruajnë linien. Ruajnë linien ju. Ruajnë linien, po linien duhet me pres dikur, po e pres, ato s'dvesin, dikur i pren, apo dikur të presin, s'dvesin. E pastaj, unë s'jam mjek, këto sende të mjekët duhet me ndëgju, po unë jam hoxh, kjo gjallëkion, kej ka pak i prek sendet, ato fëmijët e gjinit nanës pastaj, e dojnë nanën e vetë shumë, ato e dojnë nanën e vetë se në pranë të asaj 24 muj kanë thidhë, ato shka e dojnë pranin e nonës, e dojnë vendin ku ka nejt nona ullëm, e këto janë vatangjit, këto e dojnë vatonin, këtive ju dhem pastaj për vendin e vetë, se kanë thithë në pranin e nonës, a nana vetë ka qenë e ullëm me një vend. Kësa i thojnë shqip pastër më madhe në vend ku ti ka le nana jote edhe ka ullëm ajo në pranin të asaj, ti ke thithë edhe që atit ka rati e koka mësima më ndej pra, këto qërë, këto të vichit e din këta? Këto të lopës e din këtë pun këto? Ja, dhe pëse se din. Sa ka thithë kipi lopës, ja kanë pre nonën. E ka shitaj për pare borgjin me këthi, e ka qitë pazar, kja bat baba me ashit cullit nonën kur tim teket. Ka ardhaj me bo pazar, tak të dera mrena, ka marrë me ble nanën e gjallit tanë. Nita që i peshit që. Sa pi lip 1500 mark, 1400 her likov mere, pëse për merë, për mish valla, për mish mere. Këto janë shregullimet e këti njerëzimi që i ka thonë vetës modern. E pastaj ati fmiu që i thirë të lopa, të apoteka të më falë një bile, ati gripi, flama, virusi, krajniki, veshi, huna, dhëmë 40 veçar, kejt total murna të dunjohës ati me 40 veti shkatron kejt, a i ftofti së mbrot, pi virusi së mbrot, pi bacilve së mbrot, pi bakterive së mbrot, prej kur gjohë së mbrot, kurse a i nonës, a i gjinit nonës, që thirë verës, tamël ftoft, tamël fladitshëm, prej ati gjinit dimnit, tamël nëzet, një temperaturë Allah e regullon ati, a i shef të riti bojnë 90 vetë kënër në Musaf Pasiza. Qështu ashtë? A i të riti bojnë 100 vetë një mirë. A i nuk nërth kolaj, nuk nërth, a i nuk ftofët. Ata gripi ka përcen 2 ditë teshme, 3 teshme e qete dhe shkojnë punë vetë. Ki qetri si të bere ki. Ki laktoviti si të bere, e ban gripi këta helaq, ja ban hunën pat ligjan morë këti. Ki s'di mu që mo, kjo kujton se gripi a i fort. Jo, ti e i dobet. Gripi sa i fort, ti e i dobet. Unë pse kalova këtu pari, kjo unë e kashtu kalzu për haqin dërë sot, pse kalova këtu pari? Kalova këtu pari se atje ishte fjala të nana edhe Ismaili i nanës në shkretin në kronin e Allahu Gjelle Gjelaluhu u banë një dara ato. A i thithë të gjini nanës ati. E pastaj, nanat a i lajnë fmit me tamën e me të mi japin me pi. Jo, pa, duhet edhe uj me pasë, a duhet me lata. Mas pak kohë më njëherë duhet me la. E nana ati nuk ishte problemi të pimës atë shumë se a i gjalli ishtë gjegë për ujë. Po ju dashte nanës ati për me pastru atë ujën se aja fmi. Ajo atëherë në atë momente tha, o zot, doli të guri Safas, ju do këse a gje ka një burim. Kur doli atje në 400 metrën e të kundër tënë në gurin e Marvës, ju do këse a gje për rjedhuj. Ngajti mas ati ujit. Kur i bani 7 herë, e dha mundin e vetë si grue. Dushta i pësh mundin tanë. Ska uj pa mund. Dushta i pësh mundin tanë. Apo prit ti vesht mushet reka, vesht mushet penda. Dush me dhanë mundin tanë. E dha mundin e vetë. Allahu Gjelle Gjelalu tha, ti e kreve tonën. Nanës grue tha, e kreve ti tonën. Ta shka me të jemja. Tha shko të quni atje. Ajo kur shkoj të qundi, a i kishte ra, ajo bebja vogël i kishte ra kam, tokës me kam. S'duhet shumë. Kur të plëtsohen kushtet nuk duhet shumë. Një bebi i vogël i mshon tokës me kam, edhe pastaj del ati atë shumë uj, sa që i nana e ati thot fjallën zemzem të gjuhës i brishte, a në gjuhën i brishte fjalla zemzem do me thonë jitë sa duhet. Ka thonë Rasulullah s.a.s. Rahim Allahu umme Ismail. Tha Allahu e më shirof në varën e vetë nanën e Ismailit. Po më sta tha jo këtë fjallë, ka pas me qenë lugin në për me këbës më mujtë me hita vaf me bo. Ka pas me qenë lugin me uj. Ka pas me qenë lumë. Tha jo tha jitë sa duhet. Nime sa duhet. Kur kanë shku 70.000 haxhi, a i burimi zemzemit ka pasu i sa për ato. Kur kanë shku 200.000 ka pas sa për ato. Kur janë ba numri 1 milion ka buron sa për ato. Kur është ba 5 milion tash ka për kejt prap. E tash ti ka dhe me i mush enat e me i prun Medine. Në gjamit Medines kur t'hish zemzem ti më në arnisja. Se zemzem pi qabosa. Nisja në gjamit Medines me pi më në herë. Edhe ata mos pisi këtu.
Mos pisi këtu. Kejt ujnat në dunjo i ke harami të pru. Zemzemin pi. Pi ma gjallë pak. Se ka thonë pejgamberi ma u zemzem lima shuriba leh. Ka thonë uji zemzemit pijet para te që e pin, aj që e pin. Shka ka kuptimin kjo fjali kështu? Tha, ti shkon a që dhe thu, qështu thu ti, me qito bajamat, Shqipë dhe bajama, me qito, unë po thonë hala ma Shqip bile, me qito krajnik që 20 vetë që kam problem. A di shka? Nëse mundësh me mledh vetën, edhe me thonë, që ki hadisi pejgamberit ka thonë, uji zemzemit pijet para te që pijet, e me thonë ti, zot, unë e për pi në emnin tanë, ato me mishnosh këto bajamat. Pije se unë po të garantoj se ka me të shnosh. Unë po të garantoj se ka me të shnosh. A i qëtë do të veshkët, pe pi për veshkët me emnin tanë, zot për veshkët, se ti ke thonë, ti shnosh aj. Për shka ta pish, për zorë, për shka ta pish? A i ti shnosh ato, ma, jo një tas edhe u ban. Ti, edhe maraj punë, te sa tjesha gjepi. Pra ka thonë, jetë sa duhet, e sa duhet, sa të vinë njerës këtu qaq duhet, pra tipi u fruni qitë. Kjo gjemot, nuk kanë gjenet. Këtu janë këtu në dunjo, kjo, kur shkojnë a gjitë të shofin, mësia dhe përjetojnë e pinë ato. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, unë kam ba fihi ajatun bejinat, ka thonë unë kam ba shenjat të çuditshme në atë vend. Për ata e ka në emnin vendet, e mekin bikamu kaddese, e ka në emnin vendet e shenjta. Edhe kamën ti kë e nën ati ka shkel pejgamberi jot, ti she i bindur, se me vite, kë e nën ti kamën, pejgamberi jot e ka vu kamën ati. Qërë pejgamber pas ati e kanë, para ati e kanë vu kamën ati. Ato, a i fëmija me në vet, i ka bua ato përjetimet ati. Ku të shkelesh, ashe shejt. Ku të shlejsh sit, ashe shejt. E ti, në atë rast, je i shejt. Edhe unë prap për të thrasë edhe njëherë. Për të thrasë edhe njëherë, që ato për të clëqet, që i banë populli atje me ilan, që të ketë hije çdo send pastaj. Ato kush janë? Një prej ative, tham javën që kalojna, prap po thirrim në ata se kemi të drejtë. Me lan duhonin, si shkojsh nash, pi këtu mo, mëse kallas një mo, hiq. Këtu kur të vish pi, se këtu është veni duhonit këtu, këtu është veni timit, këtu është veni gjunohi, sa të mujsh këtu qote para. Këtu mera uspufin, e kerrit hekja, edhe në e ngoj, mush e bimatona që, mushtele me thes letrës, mushtele trash, shtine në uspufa gjellë dili maton, ngreje. Qo, se këtu është veni këtu, këtu mere vesh që shanë veni, këtu hoxhat, timon, të ma viton të piduan, a i shkat mëson se zban, a i shkat mëson se kisen da i keq, a i timon të ban gjak të kuq nuk të lanë, vardari nuk të lanë. Këtu pi, atje kur shkojsh harroje, pis pi kur dili harroje, se a di ku jetu shku? Jetu shku të zemzemi, jetu shku të vend pastrimi, mës ndot atje, jetu shku të vendi ti ku pastrosh prej gjunave mës banqera, jetu shku të vendi ku ti ke me ilan gjunat atje, edhe porosia jon e dersit të fundit të si vjen për haqin ashtë gjëmati dashur, që të ketë dalim mës i ti veshësh këtë tesha prej asaj dite kër i kidesh. Jeta në vazhdim të ketë dalim, se Hirami ashtë ndërprerje, Hirami ashtë ndërprerje. Deri tash me këto, shka mos? Sinamo. Unë s'po thomë si ti, po thomë sinamo. Ti edhe s'ke mundë si mu mbrojt me thonë, po me po në ashtetia ma une. Ti s'ke mundë si mu mbrojt se pasaj une të mysë kejt me argumente. A di pse se jam copa jote une. Une jam një cope jotja. Ti se në mikë mu me më thonë, une jam, jo bashevlia, ma tre fërtal, po. Hirami, kur ti deshim këto të shretona, ashtë ndërprerje, është formim i jetës, fillim i formimit të jetës qëtër, për shkak se vetëm një grup njerëz lindin diherë në këtë botë, qërë vesh ka njëherë. Vetëm një grup njerëz lind diherë. Haqit, ato i kanë di datlindje. Njëna datlindja kur ke lind këtu, qëtra datlindja është në hadisin e pejgamberit, e vërtetuar edhe e vërtetuar mirë ka thonë, men haqja, falem jarfuth, walem jefsuk, rëgja min haqjihi, ka jo me vëledet hummu, a i që shkon haq, nuk fol pa lidhje, nuk ban pun pa lidhje, këthan, si a dit që ka lind prej nanës. Pra i ke didat lindje ti. Ti ke lind për zdit. Pra është ndërprerje, s'ban mo me vazhdu që shke qenë. Nuk ban me vazhdu që shke qenë. Du me vazhdu ndrishe, mo dush me qenë la me ndezën për drit me bo. Nuk ka loj. Se ke qenë haq, ke pi zemzem. Ke pi zemzem, vlau jam i dashur. E di shka ke bo? E di shfaru i ke pi? Kur ke pi ti zemzemin, a di shka ke thonë? Kur e pi zemzemin, a di shka ke thonë? Thënë, bismikallahumma,
me emnin e Allahut që ka ba këtë burim për mu, unë po e pi me emnin e ati. Me fjalë qera, unë pra po lahëm prej të kalumës teme. Zemzemi që këtë kuptime ka, po lahëm prej të kalumës teme, po ndahëm prej të kalumës teme, unë po lindi për zdit. Ti shka thua atje kur shkojsh me guri kur qitës ma shejtoni, qka thua ti te guri bash? Ti thua bismillahi, Allahumma, rajmen li shejtani wa hizbi. Ti thua qështu? O zot në emnin tënd edhe përrej këtë qafir edhe partijën e ati. Qështu thua kur ta qitësh gurin? Rajmen li shejtani wa hizbi. Po e rej këta, po e gjuj këta, e di që i sa këtu se shejtoni sa shaqe. Shka lip shejtoni të qavja? Ti bile me mujt me gjetë këtu dikun e me më thera dhe muë, ti nojmë dinamit. Shejtoni të kam fjallën, të ngresh në hava të ngresh. Thanë unë zot, po e gjuj këta në emnin tanë edhe partijen e këti. Ta shti shkona gjenë haqë, thu kështu, ven këtu drejnë partit shejtonit, antërthosh. Kjo s'ka kuptim. Kjo se ka asë një kuptim. Se partijen e shejtonit ti e ke gjujt me gur. E ke gjujt me guri atjet. Kështu ke thonë. E ta shti këtu në partijen e shejtonit. Në të sopë këtë muhabet, këtë sopat muhabet, në të sopë këtë muhabet, këtë konakat muhabet, pin këtë sopë, në të sopë, pin këtë telefon, në të këtë telefon, pin këtë vis, në të këtë vis, pin kompjuter, pin internet, në të këtë mobil, në të mobil. Kjo shka është kjo? Hajj do me thonë ngritje, hajj do me thonë pastrim, hajj do me thonë formim, hajj do me thonë bendim, hajj do me thonë këthim, hajj do me thonë regullim, hajj do me thonë ngritje për pjetë, mos jama i moqmi. Kejtë këto i përfshin hajji, i përfiton një njeri për 20 ditë këto sende, nëse ai me të vërtet ka vendos me shku për me i fitu ato. Nëse ka vendos qëra vendime, ato se janë muhabetet e tona mo, se në gjami, për gjami janë dvogla se kanë venin. I dashur i gjemot, hajive që shkojnë prej këti gjemoti edhe prej gjemoteve qera, në nga kursia e gjamiës javë kemi borgj me lutë Allahun që ato të kalojnë mirë, javë kemi borgj këta, ne javë kemi borgj ative me juru gjdo sukses edhe me lutë Allahun që haqin prej ative të pranon, e kemi borgj këta. Ato na i kanë një borgj, ato që shkojnë a gjena i kanë një borgj, borgjin që na i kanë ato na i kanë neve borgj, a gjeme thonë o zot, falnaj edhe antarët që i kemi në familje, falnaj edhe shok që i kemi në familje. El haqju magfurun lehu wali men istakfara lehu el haqj. Haqia ka thonë është i falun për nga Marion a.s. I falun është ai që haqia për të lutët atje, edhe aja është i falun. Pra na javë kemi bosh lutjen që ta lusim Allahun, ato të uthojnë mire marë, ato na i kanë bosh në vendet e shejta me u lutë për neve, që të na i falë edhe neve, Allahu gjunat, për ndryshe na jemi të mushën, me dënit madhë, me të vogla mot, plose po, edhe dënit gjunat madhë ati këtu, e lusim Allahun gjelle gjela, në këtë ditë gjumaj, që neve së bashku të na i falë gjunat. E lusim Allahun në këtë ditë gjumaj, që ullëtimi i haqive tonë tjetë ullëtimi kançëm, tjetë ullëtimi letë. Haqive ja u boft Allahu kolaj me bo haqin. Janë disa detira haqi që i ka në vete, janë boltrana për kaona fizike gjemati dashur. E lusim Allahun që ato mës tanin haqit këtë rëndësihq, ta kalojnë ato këta me një frimarje edhe ta bojnë mirë, edhe kemi dëshirën e fundit të dersit sotit që haqit të këti gjemati që shkojnë si veta që me në përfaqësu neve mirë. Me në përfaqësu mirë. E sidomos ato haqit në veçanti të kësaj xhamie duhet me na përfaqësu edhe më mirë se qertë pra, se helbet ju vetë, dikush prej cëllës xhamini, thot imi xhamisë filonit, thot në medal, ti si medal të atësëza gjallë, këtë thojnë po ati, ne e dim se prodhohet pak më mirë se qështu. Qështu ju thot dikush, pa ju thonë se le, ne kemi ditë se ati janë më mirë se në kejtë venet. Pra, kur e di se qështu kanë me ta thonë, dush me qenë, për Allah, në mund të Allahot, më mirë se këtë venet me kaq, na po e krim këtë dërë sot, Allahu Jelle Jelaluhu e baft kabul inshallah. Astaghfirullah al-azim al-karim alladhi la ilaha illa huwa